Dje rreth orës 15:35 në sektorin për punë të brendshme në Tetov, Spitali Kliniki i Tetovës ka raportuar se tek ta për ndihmë mjekësore është pranuar një nxënëse nga fshati Orash, e cila ka qenë e lënduar. Menjëherë është vepruar pas kallëzimit dhe është konstatuar se bëhet fjalë për një të mitur 11 vjeçare nga fshati Orash, e cila ishte sulmuar fizikisht nga shoku i saj i klasës nga fshati Odri, i cili sipas kallëzimit në sulm ka përdorur edhe një send të fortë gjatë daljes nga shkolla fillore në fshatin Odri. Për ngjarjen është njoftuar edhe prokurori publik dhe po ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit. Dje rreth orës 17:10 në sektorin për punë të brendshme në Tetov, 33 vjeçaria FB nga Tetova ka raportuar se rreth orës 14:30 në rrugën Vidoje Smilevski Bato në Tetov, në afërsi të urës së lumit, është sulmuar fizikisht nga 50 vjeçari DK nga Tetova. Po merren masa për zbardhje dhe dokumentimin e plotë të rastit.